Historia e tyre nisi si një befasi për të gjithë, një vajzë 24 vjeçare dhe një burr 56 vjeçar që vendosën të lidhnin jetën bashkë, pavarësisht paragjykimeve dhe komenteve të ashpra. Qyteti i vogël ku jetonin u mbush me thashe theme, rrjetet sociale me gjykime dhe ironira. Por në vend që të dorëzoheshin, ata zgjodhen të ecin përpara, duke e treguar hapur lidhjen e tyre. Të gjithë na kanë inat, sepse nuk kanë guximin të jetojnë si ne, thoshin me krenari, ndërsa dashuria e tyre sfidonte çdo barrierë që shoqëria u vinte përpara, në një qytet të vogël ku thashethemet qarkullonin më shpejt se era. Historia e një vajze 24 vjeçare dhe një burri 56 vjeçar bëri bujë të madhe. Ajo ishte e re, plot ëndra, ai me përvojë dhe i vendosur. Në sytë e njerëzve, diferenca e moshës duke e tepruar, por për ta dashuria ishte krejt tjetër gjë, çifti vendosi të mos e fshej lidhjen e tyre. Në rrjetet sociale shpesh postonin foto së bashku, duke u treguar të lumtur e të qetë. Mirë po komentet dhe paragjykimet nuk munguan, shumë i sulmonin, të tjerë i tallnin. Por ata përgjigjeshin me një fjalë të vetme, të gjithë na kanë inat, sepse nuk guxojnë të jetojnë si ne. Me kalimin e kohës, lidhja e tyre u bë edhe më e fortë. Vajza tregonte se ajo që e kishte magjepsur nuk ishte pasuria apo mosha, por mënyra se si ai e bënte të ndjehej e sigurt, e respektuar dhe e dashuruar pa kushte. Ai, nga ana tjetër, e quante bekimin e vonuar të jetës së tij, duke pranuar se pas shumë përvojash e shkënjimesh, më në fund kishte gjetur lumturinë tek ajo. Familjet e tyre nuk e kishin pritur mirë këtë lidhje. Prindërit e vajzës kishin kundërshtuar fort, ndërsa disa miq të burrit e tallnin. Por çiftit nuk ju bë vonë. Në fund të ditës, është zemra ajo që zgjedh, jo opinioni i botës, thoshte ajo me krenari. Dhe pavarësisht paragjykimeve, ata vazhdojnë të jetojnë dashurinë e tyre hapur, duke u bërë shembull se lumturia nuk njeh moshë. Koha nisi t'i mësoj të dy me goditjet e jashtme. Në fillim çdo shikim i ftohtë në rrugë i lëndonte. Çdo fjalë e hidhur nga të afërmit i bënte të mendonin dy herë. Por dita ditës, ata u mësuan me zërat që nuk pushonin kurrë. Përqafimi i njëri tjetrit ishte mburoja më e fortë që i mbronte. Në shtëpinë e tyre të vogël, larg syve të botës, nuk ekzistonte diferencë moshe, por vetëm dy njerëz që e shihnin jetën me të njëjtën dritë, dhe ndoshta kjo ishte arsyeja pse të gjithë u kishin inat, sepse kishin guximin të zgjidhnin dashurinë mbi rregullat e shoqërisë. Vajza 24 vjeçare nuk u bë pjesë e stereotipeve të moshatarëve të saj, as ai nuk u fsheh pas turpit që shoqëria i impononte. Të dy, dorë për dorë, vazhduan të provojnë se dashuria nuk pyet as për vite, as për paragjykime. Ajo është një betejë që fiton vetëm kur jeton me zemër të hapur, në një nga netët e tyre më të vështira, kur pas një darke familjare vajza u kthye në shtëpi me lot në sy nga fjalët e ashpra të prindërve. Ai e përqafoi fort dhe i tha: "Nuk kemi ardhur në këtë jetë për të bërë të tjerët të lumtur, por për të jetuar lumturinë tonë. Dhe unë, sa të kem frymë, do të mbroj nga gjithçka." Ajo atë natë e kuptoi se dashuria e tyre nuk ishte një gabim i përkohshëm, por një premtim i përjetshëm. Me kohën, njerëzit nisën të lodhen nga paragjykimet. Shumë prej tyre që i kishin gjykuar, i pan të qëndrueshëm e të lumtur, dhe filluan t'i respektonin. Ndoshta kishin të drejtë që e ndoqën zemrën, thoshin disa në heshtje. Çifti nuk kërkoi asnjëherë miratim, por fakti që më në fund ata jetonin pa frikë, i bëri edhe më të fortë. Sot, historia e tyre shihet si dëshmi e guximit për të zgjedhur dashurinë mbi gjithçka tjetër. Pas shumë betejash me fjalët e njerëzve dhe kundërshtitë e familjes, çifti vendosi të hidhte hapin e madh, martesën. Nuk ishte një dasmë madhështore, por një ceremoni e ngrohtë dhe intime, ku më shumë se zbukurimet fliste drita e syve të tyre. Ajo, e veshur thjesht, por me një buzëqeshje që ndriçonte gjithçka, ai, me një emocion të dukshëm që mezi e kontrollonte. Teksa i dhanë betimin njëri tjetrit, në ajër duke i qartë, ishte dashuri e vërtet. Kjo martesë u bë pika e kthesës. Edhe pse shumë nuk u shfaqën në festën e tyre, me kohë filluan t'i pranojnë. Disa që i kishin gjykuar më parë, i pan të lumtur dhe të përkushtuar ndaj njëri tjetrit, dhe kuptuan se ndoshta kishin gabuar. Sot, ata jetojnë bashkë, pa u shqetësuar për mendimet e botës.
Dashuria jonë është arma jonë, thot ajo shpesh, ndërsa ai shton me krenari. Na ka ninat, sepse nuk arritën të na ndajnë kurrë.